Analisti politik në Kosovë, Afrim Kasolli, vlerësoi se kryeministri në detyrë Albin Kurti mund ta çojë vendin në zgjedhje për shkak të zotimeve ndërkombëtare që ka marrë Kosova, ndërsa çështja e zgjedhjes së presidentit mund të përdoret si pretekste për të justifikuar shkuarjen në zgjedhje, raporton Ekonomia Online. Është më shumë e interesuar që t'i krijoj institucionet apo ta çojë vendin përsëri në zgjedhje në mënyrë që të shfaqsohet edhe një herë para opinionit publik apo ta kultivoj aureolin më tepër themi të viktimës, se si e tillë po pengohet e po penalizohet nga subjekte tjera politike me qëllim të krijimit të institucioneve. Dhe kjo ka të bëjë me tema ekskluzivisht mbase ndërkombëtare që ende nuk janë bërë qarta, mund të jenë frikë, mund të jenë kalkulime të partisë fituese të zgjedhjeve se mund të përballet me presion ndërkombëtar sa i përket zotimeve që ka marrë në procesin e dialogut të Brukselit. Dhe me qëllim që të shtyhet gjithnjë më tepër, do thotë, me qëllim që të blehet kohë në këtë drejtim, nuk përjashtohet mundësia që të shkohet në zgjedhje, por jo për arsye të brendshme. Pra po tham, nëse shkohet në zgjedhje dhe tema e presidentit mund të jetë vetëm si pretekst që të shmonget gjithnjë më tepër ballafaqimi me këto obligime ndërkombëtare në drejtim të zbatimit të detyrimeve të marrëveshjes së Brukselit. Përveç çështjes së presidentit, edhe akti gjykimi i fundit i gjykatës së kushtetuese për pozitën e nënkryetarit të komunitetit të serb në Kuvendin e Kosovës mbetet një tjetër faktor që mund ta mbajë të bllokuar Kosovën, ndërsa gjithçka do të varet nga kalkulimet e politike të partisë fituese të zgjedhjeve lidhur me krijimin e institucioneve të reja apo shkuarjen në zgjedhje.